Skuadra vazhdon të përpunoj kërcimet me grupe dhe një nga një në grup. Nga mobilizimi efektivit dhe kërkesa e komandantit, janë përmirësuar mjaft të metat e vrejtura dhe stërvitja po vjen gjithnjë në rritje. Fillojmë përpunimin e çështjes së tretë mësimore, sulmi dhe lufta në thellësi. Viji sulmi është ajo vijë natyrore e terrenit që ndodhet ndërmjet bazës son të nisjes dhe transhesë së parë të armikut. Për vijë sulmi mund të shfrytëzojmë objekte të ndryshme që shtrihen paralel me transhen e parë të armikut. Kanalet kulluese e vaditës, ledhet, bregoret e maskuara e tjera. Me komandën përgatitur për sulm, ushtarët kryejnë këto veprime: rregullojnë pajimet, përgatisin granatat, rimbushin armët me shpejtësi, raportojnë nga dishmërinë dhe qëndrojnë gati për të hedhur në sulm. Me komandën në sulm përpara, ushtarët duhet të lëvizin me shpejtësi, në mënyrë të rrufeshme, gjithmonë me vrap, duke kombinuar lëvizjen me zjarrin. Këtë moment të rëndësishëm të luftimit, komandanti i skuadrës e përpunon disa herë derisa ushtarët ta përvetësojnë mirë. Komandanti mbledh skuadrën dhe fillon të përpunojë mënyrat e hapjes së zjarrit në ecje. Komandanti i skuadrës bën përpjekje për të korrigjuar gabimet që vren tek ndonjë ushtar në hapjen e zjarrit me ndalesa të shkurtra. Komandanti tërheq vëmendjen për të metat e vrejtura dhe tregon vetë praktikisht mënyrat e hapjes së zjarrit në ecje. Rëndësi i kushton elementeve që ndikojnë direkt në rritjen e saktësisë së qitjes. Përsërit disa herë veprimin me skuadrën. Skuadra vazhdon sulmin dhe hedh granatat në transhen e parë. Komandanti i skuadrës tregon mënyrën e asgjësimit të armikut në luftimin trup me trup dhe vë gjithë skuadrën që të veprojë mbas tij. Luftimi i afërt në mësymje mbaron me përleshje trup me armikun. Ndeshja kryhet me të gjitha fuqitë dhe me të gjitha mënyrat, duke u përleshur me të dhëmb për dhëmb dhe duke asgjësuar armikun me zjarr, me bajonet, me qyt, me lopat, me shkelma, me grushta dhe me çdo mjet tjetër që disponohet. Aty vendos forca fizike dhe morale, guximi, heroizmi e vrulli sulmues.
Skuadra vazhdon sulmin, asgjëson armikun në transhen e parë dhe të dytë dhe vihet në ndjekje të armikut duke kaluar në formacionin një shkollon. Komandanti mbledh skuadrën dhe cakton një ushtar të përgatitur për të përpunuar dhënien e ndihmës vetjake dhe reciproke në fushën e luftimit.